Përgjigjja e lëvizjeve vendose nuk ishte ofertë partneriteti. Ishte ofertë për pjesëmarrje pa peshë, për përgjegjësi pa ndikim dhe për prani dekorative të LDK-s në një qeverisje që do të kontrollojë tërësisht nga njëra palë. Në këtë përgjigje, LDK-s ishin ofruar vetëm 3 ministri dhe zëvendës kryeministri. Atë faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen në këtë konferencë të mediave. Ju falenderoj nga zemra për kohën dhe mundin që bëni vazhdimisht për të përcjellur këto aktivitete të LDK-s në një kohë shumë të rëndësishme. Tani më lejoni që para jush shpaloset të lexoj një deklaratë të Lidhjes Demokratike të Kosovës mbi gjendjen e tanishme politike dhe hapat e ardhshëm. Republika e Kosovës, siç e dini gjithë tashmë, po kalon nëpër një prej periudhave më të rënda të pasigurisë politike dhe institucionale. Tensionet e vazhdueshme politike, përplasjet e papranueshme dhe gjuha që nxit urrëtie e ndarje po e dëmtojnë rënd jetën publike, derisa institucionet që duhet të garantojnë rend, duhet të garantojnë stabilitet dhe përfaqësim demokratik vazhdojnë të mbeten jo funksionale. Në këtë vijë dhe ngjarjet e djeshme në kuvendin e Kosovës shpërfaqin më së rëndi gjendjen me cilën dhe në të cilën është Republika e Kosovës. Zvarritja ndërsa e konstruimit kuvendit dhe tejkalimi i afateve kushtetuese, ato afate tashmë të qarta, nuk janë më vetëm mosmarrëveshje ndërmjet partive politike, ato përbëjnë një paqartësi të rëndë kushtetuese dhe po e fusin vendin në një terren të rrezikshëm të pasigurisë juridike. Për LDK-n, Kosova, Republika jonë, s'mundet mbet peng i ambicieve partijake, as i protagonizmave individuale më pak i betejave për pushtet pa kufizuar, po ashtu për LDK-n kapërcimi kësaj gjendje kërkon maturi politike, respektim të rendit kushtetues dhe angazhim serioz për rikthimin e funksionalitetit institucional. Prandaj përgjegjësia jonë si LDK, si parti më e vjetër në Kosovë me traditë 37 vjeçare, nuk është të ushqejmë krizën, pra nuk është kjo përgjegjësia jonë të ushqejmë krizën, por të ofrojmë rrugdalje prej krizës së tanishme. Ky dhe është qëllimi përmbajtësor e identitar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK ka hyrë në çdo proces dialogu ndërpartijak postzgjedhor me një qëllim të vetëm: të jap vendit stabilitet institucional dhe ta shmangë një cikël tjetër zgjedhor të panevojshëm dhe të dëmshëm për Republikën tonë. Kemi qenë partia vetme që jemi përgjigjur çdo ftesë për bisedime e që kemi kontaktuar edhe dje me çdo parti politike, jo për shkak të nevojës për pushtet, po për shkak të përgjegjësisë ndaj vendit. Kemi besuar se në kohë të vështira, partitë serioze duhet të dinë të ngrihen mbi interesat e tyre vetanake. Kemi besuar se çdo refuzim për të marrë pjesë në bisedimet për zgjedhjen e presidentit të Republikës nuk është e vërtet një guxim politik, është vendim i vetëdijshëm për ta çuar vendin në zgjedhje të reja, një proces që qytetarët tonë as e duan, as e kërkojnë, e besa as e pranojnë. Prandaj edhe LDK s'mund ta pranonte e promovonte si pozicion të vetin politik bojkotin e bisedimeve e kështu shkuarje në zgjedhje të reja. Negociatat për ndërtim të institucioneve me bindjet politike dhe me parime që nuk lëkunden, nuk shiten, nuk tjetërsohen, nuk janë në shtrim. Janë përgjithësi. Në shtrim është dorëzim i prej parimeve tua. Mbrojtja e parimeve tua në çdo bisedë është përgjithësi e lashtë shtetërore. Dhe në këtë frym, LDK ka ofruar partneritet mirëfillt, afat gjatë në interes të Republikës. Lëvizjes vetëvendosje, ja kemi njohur të drejtën për të udhëhequr qeverinë dhe kuvendin, në përputhje me rezultatin zgjedhor, për rezultatin e popullit Kosovës, dhe në përputhje me rendin kushtetues. Pra, ja kemi njohur të drejtën që të kenë edhe kryeministrin, edhe kryetarin e kuvendit. Për LDK-n, kemi propozuar përgjithësinë e institucionit të presidentit së bashku me një rol në ekzekutiv. Kështu, në pikpamjen tonë, do të kishim edhe stabilitet institucional, edhe qeverisje të qëndrueshme, me shumë vota, dhe promovim të vlerave demokratike, dhe mbi të gjitha do të kishim balancë institucionale me më të mirët e partive në shërbim të Republikës. Ndarja balancuar nuk ishte për të goditur njëri tjetrin, por për ndërtuar një ekuilibër të arsyeshëm
ndërmjet partnerëve dhe për garantuar funksionimin demokratik dhe të shëndrueshëm të institucioneve. Fatkeqësisht, përgjigjja e lëvizjeve vendose nuk ishte ofertë partneriteti. Ishte ofertë për pjesëmarrje pa peshë, për përgjegjësi pa ndikim dhe për prani dekorative të LDK-s në një qeverisje që do të kontrollojë tërësisht nga njëra palë. Në këtë përgjigje, LDK-s ishin ofruar vetëm 3 ministri dhe zëvendës kryeministri. Për një grup parlamentar prej 18 deputetësh, kjo përgjigje ishte disproporcionale edhe me rezultatin zgjedhor, pra me vullnetin e popullit Kosovës. Në një balancë të tillë 3 ministrore, ndërsa lëvizjeve vendosje mbante kryeministrin, kryetarin e kuvendit dhe pothuajse gjithë ekzekutivin, LDK do të ishte një forcë marginalizuar, me nënshtruar, si dhe pa përgjegjësi që do të na mundsonte ta dërgojmë shtetin përpara. Prandaj s'mund ta pranonim një ofertë të tillë, prandaj refuzuam një propozim të tillë të 3 ministrive zëvendës kryeministrin, përderisa lëvizjeve vendosje mbante kryeministrin kryeparlamentarin dhe gjithë qeverinë.